ti vetë, në shembull të cilët në polici, kanë pas probleme serioze në këtë segment. Në cënë segment? Në qëtën të pagave, në të meditjeve, në orë të shtes, në rrezikshmërinë, në të tjerat. Cilën vetë? Në vazhdimësi e ka përcjell disa institucione. Votë PDK paga polici të bo prej 250 euro u bo 500 euro. Edhe në këtë kësaj partije, është rritë do me thonën 50%. Ja, qaru rritë, ju ka rritë 100 euro, ju ka hek shtesa rrezikshmërisë. Pyte policin sa e merë pagën së. Pyte policin a merë pagë ma shumë se që ka marë për pagë. Ako më nësit ndalmi të këtu temat të tjera, mos ta kufizoj vetëm në këtanë. Ju thatë se po garani me një program konkurent dhe me një fustat emancipuse. Plan programe e Zotit Hamza ka qenë prej plan programeve serioze në zgjedhjet e kalume. Na kemë komentu këtu, e kemë diskutu, e kemë pas në slajde. A keni program tjetër, apo do të konkuroni me këtë program për zgjedhjet e 28 dhjetore? Shqoni, nëse shojmë prioritetet që kanë qenë programin e kaluar, shtyllat kryesore, kanë qenë zhvillimi ekonomik, mirëqenja, e përmirësuar për mes pagave. A është të programi apo tjetër? A ka ndryshu? Pse po i përmendi këtu? Prioritetet me cilat kemi garu në shkurt, kanë adresu sfida dhe nevojët e qytetarëve në atë kohë. Nëse i shohim se çka ka ndodhur prej shkurtit deri më tani, gjitha ato fusha vetëm kanë degradu edhe më tepër. Për atë arsye them që prioritetet e programit kaluar sigurisht që mbeten, mirë po në këto zgjedhje ne jemi në punë e sipër për ta freskuar me ide të reja programin, mirë po ato prioritetet që kanë qenë herën e kaluar, ato mbeten përsëri për shkak se nuk është që na një prej tyre është zgjill. Zemi të pagat, sa premtoni? Shqoni, ne në zgjedhjet e kaluara kemi hyrë fushat me premtimin për rritjet pagës prej 50%. Minimalisht 50% do ta kemi prap, mirë po për një shifër më saktë sigurisht që do dalim me programin e ri në cilin jemi duke fresku, po prap se prap po them. Prioritetet e programit kaluar nuk janë adresu. Kemi vetëm përkeqësim të situatës dhe ne nuk kemi asnjë arsye të heqim dorë nga ndonjë prej premtimeve që kemi pas në programin e kaluar, përkundrazi po punojmë për t'i përmirësuar edhe më tuti. Dakor. Domethënë shtyllat kryesore kanë me qenë ato. Kanë me qenë ato që kanë qenë. Po tash vende për shkak të blokadës një vjeçare, që ju e ndërlidhë domethënë krizën ekonomike me krizën e blokadës, a mendoni se ka probleme më të mëdha se sa që ka pas tash në vend dhe duhet të rishqyrtohen specifikat e programit që keni konkuruar në janar të vitit 2025? Po, absolutisht, për shembull... E keni identifiku, sepse koha është shumë e shkurtër, cilat janë pikat që ju i keni identifiku për të trajtuar, për t'i ofruar qytetarët një ofertë dinjitoze? Nëse flasim për pagat, çmimet në këtë vit kanë vazhduar të rriten me